të një javë më vonë pas incidentit? Po, pa dyshim e kemi pritur se ky reagim do të ndodhë më herët, por në rregull, domethënë të paktën kanë reaguar, të paktën edhe ne të kemi një mbështetje nga shteti anë. Kjo do të ishte patjetër shurme po mendoj për mendimin tim. Ndoshta është dashur edhe Kosova të reagojë, por duke i ditur marrëdhëniet Kosovë-Serbi, atëherë nuk do të kishte edhe shumë vlerë ndoshta për ata. Kur e dim se në një javë më parë u heq edhe flamuri nga Asambleja UEFA-s atje, e le më të dërgojnë në shkresë apo të merren parasysh ajo. Por kjo e Shqipërisë ka qenë e mirë se ardhur, po mendoj për mendimin tonë se edhe pse vonë, por më mirë që është bërë. Domethënë të paktën të di edhe një federatë e Serbisë të ketë informacion direkt apo se dikush po e përcjell këta shqiptar në këtë vend. Ju jeni ankuar apo jo në Federatën Serbe të futbollit? Ne jemi ankuar në Federatën Serbe, jemi ankuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme për intervenimin e policisë. Deri më tash në këtë kohë nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Jemi ankuar edhe në komisionin disiplinor, ku ndoshta po mbie ta përsëris shumë herë, domethënë se policia e ka të ndaluar të ndërhyjë aktivitet sportiv në brenda fushave në Serbi. Kjo është ndaluar me ligj, edhe pse janë parë gjitha filmimet, gjitha ato dëshmi, prapë nuk kemi marrë asnjë përgjigje as nga Ministria e Punëve të Brendshme, as nga Federata e Serbisë, po presim në çdo moment të kemi, edhe pse na është thënë se afat ligjor është deri në 8 ditë në përgjigjen, por sonte është dita e 7, po presim që nesër ndoshta edhe të marrim ndonjë përgjigje nga të dyja institucionet. Elusim Regjin, ndërkohë na shfaq ato pamje që i pam në javën e kaluar, ndërkohë për shikuesit të cilët